Horoskopi ditor e premte 7 nëntor 2025. Dashi. Rreshtimi i hënës me Marsin ju jep një shtytje energjike. Përdoreni këtë rritje për të trajtuar detyrat e vonuara dhe për të filluar plane të reja. Megjithatë, zbutni entuziazmin tuaj për të shmangur vendimet e nxituara, veçanërisht në çështjet profesionale. Marrëdhëniet përfitojnë nga natyra juaj dinamike, pasi partnerët tërhiqen nga karizma juaj. Është një ditë e mirë për të propozuar ide ose për të negociuar kushte, por sigurohuni që po dëgjoni aq sa po flisni. Nga ana shëndetësore, kanalizoni energjinë tuaj në një seancë tërvitjeje. Trupi juaj do t'ju falenderoj për këtë. Shpirtërisht, merrni në konsiderat një moment reflektimi për të balancuar këtë vrull të zjarrt me vetanalizë të qetë. Ndërsa fokusi është në ecjen përpara, mos i lini pas dore ato gëzime të vogla dhe momente të qeta për t'u rimbushur. Komunikoni qartë me miq dhe familjen për të parandaluar keqkuptimet dhe mos harroni se vendosmëria juaj është një forcë, me kusht që të jetë në përputhje me durimin dhe mençurinë. Ushqeni durimin së bashku me produktivitetin tuaj për rezultate optimale sot. Demi. Vibrimet planetare të sotme ftojnë një rivlerësim të qëllimeve tuaja financiare. Rishikoni buxhetin tuaj dhe bëni rregullime aty ku është e nevojshme, pasi Venusi mbështet aftësitë tuaja praktike. Angazhohuni në biseda të menduara mirë me kolegët rreth projekteve të përbashkëta. Bashkëpunimi mund të sjellë njohuri të reja. Ndjekjet romantike favorizohen, pasi Venusi rrit sharmin dhe joshja juaj natyrore tërheq interesin. Në marrëdhëniet personale, shprehni mirënjohje për të dashurit për të nxitur lidhje më të thella. Kjo është një ditë e mirë për të rishikuar hobi që ju sjellin gëzim, duke i lejuar ata të shërbejnë si një prizë krijuese. Shëndeti është në një vend të mirë. Ruani ekuilibrin duke ju përmbajtur rutinave që ushqejnë si trupin ashtu edhe mendjen. Shpirtërisht, merrni në konsiderat angazhimin në aktivitete themelore si kopshtaria ose meditimi për të përshtatur me elementin e tokës. Kini kujdes nga kokëfortësia. Fleksibiliteti do të hap dyert dhe do të inkurajojë rritjen. Mos harroni, durimi dhe përparimi qëndrueshëm janë aleatët tuaj, duke ju ndihmuar të afroni ëndrat me realitetin me hapa të llogaritur. Binjakët. Sot gjerësia e perspektivës është aleati juaj, ndërsa hëna forcon linjat e komunikimit. Idetë e reja rrjedhin lirshëm, shënojini ato, pasi ato mund të jenë thelbësore për përpjekjet e ardhshme. Përpjekjet për rrjedhim japin fryte, duke hapur mundësi për bashkëpunim. Në dashuri ndershmëria forcon marrëdhëniet, prandaj shprehini ndjenjat hapur. Surpriza mund të vinë në rrugën tuaj, veçanërisht përmes mesazheve ose takimeve të papritura. Mendja juaj e shpejt do t'i menaxhojë këto ndërveprime me talent. Përparimi në karrierë duket premtues. Angazhohuni në detyra mësimore për të përmirësuar aftësitë tuaja. Nga ana shëndetësore, shumëllojshmëria është qelësi. Prandaj nderoni rutinën tuaj me aktivitete të reja që stimulojnë trupin dhe mendjen. Një ajër kurioziteti do t'ju çojë në gjetje interesante, veçanërisht nëse zhyteni në interesa që zgjerojnë horizontin tuaj. Shpirtërisht, përqendrohuni në sinkronizimin e mendimeve dhe veprimeve tuaja për qartësi. Jeta shoqërore lulëzon sot, prandaj përqafojini ftesat. Mbani një sy në detajet në të gjitha komunikimet për të shmangur keqkuptimet që mund të çojnë në konflikte të panevojshme. Gaforria. Vetëreflektimi luan një rol qendror sot. Me hënën që ndriçon botën tuaj të brendshme, kaloni kohë duke kuptuar emocionet tuaja. Çështjet familjare kanë përparësi. Adresoni çdo tension të mbetur me empati dhe mirëkuptim. Instinktet tuaja ushqyese janë në gatishmëri të lartë, duke ju bërë vendin e duhur për këshilla. Sa i përket karrierës, përqendrohuni në ndjekje krijuese që i lën talentet tuaja të shkëlqejnë. Shmangni në nënshkrimin e kontratave të rëndësishme ose fillimin e sipërmarrjeve të reja tani, pasi retrograda e Mërkurit mund të errësojë detajet. Marrëdhëniet lulëzojnë nga ngrohtësia dhe mbështetja e ndërsjellë. Prandaj ndani emocionet tuaja të përzemërta. Fizikisht kushtojini vëmendje sinjaleve shëndetësore, duke dëgjuar atë që i nevojitet trupit tuaj. Yoga ose shtrirja e butë mund të ofrojnë qetësi mes aktiviteteve të ditës. Financiarisht, sigurohuni që të rishikoni me kujdes shpenzimet, duke u siguruar që gjithçka të jetë në përputhje me qëllimet tuaja. Shpirtërisht, praktikat meditative do të ndihmojnë në themelimin e emocioneve tuaja dhe do të përmirësojnë njohuritë tuaja intuitive. Përqafoni një qasje reflektuese, duke ju lejuar të zbuloni të vërtetat dhe të përgatiteni për zhvillimet e ardhshme. Luani.
Energjitë astrologjike të sotme theksojnë shprehjen personale dhe leadershipin. Ndikimi i gjallë i diellit rrit vetbesimin, duke ju inkurajuar të merrni në qendër të vëmendjes sferat profesionale. Projektet që keni kultivuar realizohen, por shmangni mbi ngarkesën e të tjerëve me entuziazmin tuaj. Ekuilibri është qelësi. Romanca lulëzon në ngrohtësinë tuaj. Planifikoni një dalje të veçantë që pasqyron bujarinë dhe zemrën tuaj. Në mjedise shoqërore, sharmi juaj ndez lidhjet, por keni kujdes nga premtimet e tepërta. Sa i përket shëndetit, shfrytëzoni kreativitetin tuaj në stërvitje, ndoshta duke provuar vallëzimin ose një sport energji. Konsistenca do t'ju sigurojë të ndiheni më mirë. Financiarisht, merrni në konsiderat investimet afatgjata pasi yjet favorizojnë planifikimin strategjik. Shpirtërisht, eksploroni rrugë krijuese që rezonojnë me prirjet artistike të shpirtit tuaj. Ndërsa zemra juaj nxit të udhëheqë dhe të krijojë, mos harroni vlerën e punës në grup dhe bashkëpunimit, duke i lejuar të tjerët të ndajnë lavdin. Kërkoni momente kujdesi për vete me sorarit tuaj të ngjeshur për energji të qëndrueshme dhe mirëqenie holistike. Virgjëresha. Sot energjitë qiellore inkurajojnë vëmendjen e kujdesshme ndaj detajeve. Aftësia juaj analitike bëhet aseti juaj më i madh në punë, duke ju lejuar të zgjidhni sfidat komplekse me lehtësi. Ndërsa perfeksionizmi ju shërben mirë, sigurohuni që të mos mbingarkojë. Balancojeni atë me fleksibilitet. Në marrëdhënie, gjestet tuaja të menduara ndihmojnë shumë në forcimin e lidhjeve. Shprehni vlerësimin në mënyrë të qartë. Është një ditë e favorshme për shëndetin, me kusht që t'i përmbaheni rutinave tuaja të mirëqenies. Objektivat e reja të fitnessit mbështeten nga shtrirjet planetare. Perspektivat financiare duken të forta. Merrni në konsiderat rishikimin e planeve të vjetra që ende kanë potencial. Kapacitetet për zgjidhjen e problemeve shkëlqejnë sot. Prandaj merreni me detyra që kërkojnë një mendje të kthjellët dhe fokus të mprehtë. Shpirtërisht, angazhohuni në pastrimin e hapësirës suaj, duke reflektuar një mendje të kthjellët. Ndërsa dita zhvillohet, besoni instinkteve tuaja ndërsa merrni vendime, duke kombinuar pragmatizmin tuaj të lindur me një prekje intuite. Kanalizoni vizionin tuaj harmonik duke sjellë rregull në mjedisin tuaj për qartësi mendore të përmirësuar. Peshorja. Harmonia është udhërfyesi juaj ndërsa Venusi ndriçon angazhimet shoqërore. Sot, ndërveprimet janë të mbushura me hir. Përdoreni këtë për të forcuar lidhjet dhe për të negociuar diplomatikisht në skenarët e punës. Aftësia juaj e lindur për të ndërmjetësuar dallimet shkëlqen shkëlqyeshëm. Prandaj përballuni me çdo mosmarrveshje të vazhdueshme me besim. Në romancë, yjet sugjerojnë një ditë të përsosur për thellimin e angazhimeve, ose për të ringjallur dashurinë me gjeste të ëmbla. Financiarisht, balanconi dëshirën dhe përmbajtjen. Vlerësoni shpenzimet duke pasur parasysh nevojat e ardhshme. Talenti juaj krijues kërkon shprehje. Lejojini vetes lirinë për të eksploruar interesat artistike. Shëndeti mbetet optimal kur ekuilibri është i prioritizuar. Kombinoni aktivitetin fizik me relaksimin për mirëqenie holistike. Shpirtërisht, praktikoni ritualet e mirënjohjes, duke rritur paqen dhe perspektivën tuaj të brendshme. Shmangni mendimin e tepërt për mundësitë e mundshme dhe besoni harmonisë instinktive për të udhëhequr vendimet. Lini hapësirë për rastësi. Lejimi i mundësive të shpalosen natyrshëm pasuron lidhjet tuaja dhe rritjen personale, duke siguruar një ditë bukurie dhe elegance. Akrepi. Energjitë kozmike të sotme përforcojnë vendosmërinë dhe depërtimin tuaj. Dielli dhe Marsi në harmoni motivojnë përparime, veçanërisht në skenar sfidues. Përqafoni karizmën tuaj magnetike në ndërveprimet shoqërore dhe përdoreni atë për të lundruar në mënyrë efektive në sferat personale dhe profesionale. Marrëdhëniet intensifikohen, përqafoni ndershmërinë pa frikë. E vërteta juaj forcon lidhjet. Në punë, përqendrohuni në detyra që kërkojnë analizë të thellë dhe saktësi. Përparimet janë të arritshme. Vendimet financiare duhet të llogariten, shmangni impulsivitetin edhe nëse mundësitë duken joshëse. Rutinat shëndetësore shkëlqejnë me energji reformuese, duke inkurajuar angazhimin e ripërtërir ndaj mirëqenies personale. Konsideroni përfshirjen e më shumë ushtrimeve transformuese në regjimin tuaj. Shpirtërisht, zhytuni në praktikat mistike si meditimi ose introspeksioni për rritje të brendshme. Ndërsa intuita rritet, besoni instinkteve tuaja të brendshme. Shfrytëzoni energjinë e sotme për të zhbllokuar bllokimet emocionale, duke lehtësuar shërimin dhe rritjen.
Kanalizoni çdo intensitet pozitivisht, duke balancuar pasioni me vetë-reflektimin dhe shfrytëzoni vrullin e sotëm për të nxitur progresin. Shigjetari. Aventurat ju ftojnë ndërsa rreshtimi i hënës me Jupiterin frymëzon dëshirën për të endur dhe entuziazëm. Ndiqni dëshirën tuaj për të eksploruar fusha të reja të dijes, qoftë përmes udhëtimit apo ndjekjeve mendore. Kreativiteti profesional shpërthen duke lejuar që idetë inovative të marrin formë. Ndajni këto me kolegët për bashkëpunim të frytshëm. Marrëdhëniet lulëzojnë nga spontaniteti sot. Planifikoni një aventurë të improvizuar ose një aktivitet argëtues me një të dashur. Njohuritë financiare dalin në pa, duke ju detyruar të rishikoni planet tuaja buxhetore. Synoni për siguri afatgjat mbi fitimet e përkohshme. Në shëndet, balanconi energjitë amplifikuara duke përfshirë aktivitete në natyrë si ecja në natyrë ose ciklizmi në rutinën tuaj. Shpirtërisht, kanalizoni instinktet tuaja eksploruese në studime filozofike ose shkrim krijues, ku mendimet tuaja mund të enden. Qëndroni të hapur ndaj takimeve të rastësishme. Secila ofron një mësim ose lidhje të mundshme. Ndërsa entuziazmi juaj ushqen ditën, zbuteni atë me përgjegjësi për të shmangur angazhimin e tepërt, duke u siguruar që udhëtimi juaj të mbetet i gëzueshëm dhe i frymëzuar, duke ndriçuar rrugën përpara. Britsjapi. Sot ju inkurajoheni të përqendroheni në strukturë dhe stabilitet. Ndërsa Saturni ushtron ndikimin e tij, planifikimi afatgjat bëhet parsor. Merrni iniciativën për të hedhur hapa themelor në fushat e karrierës dhe të stilit të jetës. Kjo është një periudhë për të forcuar ambicjet tuaja me mendim strategjik dhe përkushtim. Lidhjet me figura autoriteti ose mentor mund të ofrojnë udhëzime dhe të forcojnë rrugën tuaj profesionale. Në dashuri, durimi dhe qëndrueshmëria forcojnë lidhjet. Tregoni vlerësim për arritjet e përbashkëta. Financiarisht, prioritizoni kursimet dhe vlerësoni me kujdes investimet. Shëndeti lulëzon kur rutinat mbahen. Merrni në konsiderat aktivitetet e mbështetjes për të zvogëluar stresin dhe për të rritur përqendrimin. Shpirtërisht, reflektoni mbi progresin dhe rivendosni qëllimet me realitetet aktuale, duke u siguruar që ato të rezonojnë me vlerat tuaja thelbësore. Shfrytëzoni energjitë e ditës duke kombinuar mençurinë me praktikën, duke hartuar strategji për të ardhmen ndërsa kujdeseni për detyrimet aktuale. Balanconi ambicje me kujdesin për veten, duke u siguruar që të kurseni energji dhe të ruani mirëqenien holistike ndërsa përparoni qëllimisht drejt ambicjeve tuaja. Ujori. Sot yjet rreshtohen për të nxitur origjinalitetin dhe iniciativat në grup. Urani stimulon shpirtin tuaj inovativ. Kanalizoni këtë kreativitet në projekte bashkëpunuese që përfitojnë nga kontributet tuaja unike. Është një ditë e favorshme për seanca shkëmbimi idesh dhe aktivitete të përbashkëta në punë, ku njohuritë tuaja të freskëta mund të shkëlqejnë. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga sinqeriteti. Nxisni biseda të hapura për një kuptim më të thellë. Eqni me kujdes me financat. Sigurohuni që sipërmarrje spekulative të përputhen me qëllimet tuaja të ardhshme. Nga ana shëndetësore, eksploroni teknikat jo konvencionale të mirëqenies, të tilla si fitnesi në grup ose terapitë alternative që rezonojnë me perspektivën tuaj holistike. Shpirtërisht, përqafoni individualitetin tuaj përmes shprehjes artistike ose vullnetarizmit për kauza afër zemrës suaj. Lundrimi në hapësira të përbashkëta mund të kërkojë përshtatshmëri. Mendoni jashtë kornizave konvencionale dhe argëtoni pikpamje të ndryshme. Lejoni që energjitë e sotme të udhëheqin ndryshime transformuese në sferat personale dhe profesionale, ndërsa origjinaliteti dhe altruizmi juaj hapin rrugën për ide pionere dhe lidhje kuptimplote. Peshqit. Sot empatia dhe intuita juaj përmirësohen në ndikimin e Neptunit, duke pasuruar perceptimet tuaja emocionale. Angazhohuni thellësisht me botën tuaj të brendshme. Ndjekjet krijuese sjellin qartësi dhe paqe. Profesionalisht, besoni në instinktet tuaja kur lundroni në skenar kompleks dhe mos hezitoni të kërkoni bashkëpunime. Ato kanë potencialin për rezultate të suksesshme. Ndërveprimet mbështetëse me kolegët rrisin moralin, duke nxitur një mjedis pune harmoni. Në marrëdhëniet personale, intimiteti emocional thellohet. Komunikimet e përzemërta ushqejnë lidhjet. Financiarisht, vlerësoni strategjitë e vazhdueshme, duke u siguruar që ato përputhen me ëndrat tuaja. Shëndeti përmirësohet me praktikat e vetëdijes. Përfshini qetësinë në rutinat e përditshme për të ruajtur energjinë tuaj. Shpirtërisht, përqafoni vetmin për të rimbushur, duke lejuar që reflektimet ju udhëheqin. Kushtojini vëmendje shenjave dhe sinkronizmave, ato mbartin njohuri të dobishme.
Shpirti juaj imagjinativ mund të frymëzojë ndryshime transformuese, me kusht që të qëndroni të bazuar. Balanconi idealizmi me praktikën, duke i lënë idetë tuaja vizionare të lundrojnë ndërsa i ankoroni ato në realitet. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.